Në fushat e fshatit Vlahën të Hasit, Mehmet Muhadri, 75 vjeç, kujton me një kthjellësi të rrallë pranverën e vitit 1999. Lufta në Kosovë ishte afruar deri në kufi dhe Vlahëni, një fshat i vogël malor, kufitar u kthye në strej për 10 familje të dëbuara me dhunë nga trojet e tyre. Kur vala e refugjatëve kosovar mbriti në Has, dyert e shtëpive u hapën pa hezitim. Edhe Mehmeti bashkë me familjen e tij strohoi 8 persona. Në lagjën Muhadri kom nxjerr vetë 140 vet nga Bjeshka edhe ndo në për lagje komplet. Këto. Derisa mujtën me gjetë strehime më të thella, ka vranishtje, shëfolla allena, e kom marrë. 8 vet i kishin ata. Veti 9 ishën e unë, i shpi së kom pas një shpita. Pa kom pas qitarës të volë, së kom pasin ta. 3 roba, ku më rëtlo. Jo bëshin 6.000 të mi të 6 ati i ken, 12.000 ishin, pa lejtë majtë. I ke majtë në shpi, a? Po. Sa ko? Po i majtë, një 2 muaj majtë, ama pa gjetën një vënë, shkun ma thellë. Lufta duke e prekshme në livallet e Kunorës, një shpat mali mbi fshat, Mehmeti thot se shieshin lëvizje të shumta të forcave ushtarake serbe. Që dhe zi lufta në Kosovë, forcat serbe zonë kodat komplet. U vendosën forcat noja, me artilleri me mjetet duhre aty, edhe u boshatis katoni. Këtu mushe me gjetë një plak, 2 shkalpanaj këtu. Një, sepse se kishëm afër shumë kofirin. Bilim kujtohet për i natë, bombardej serbi, për qafë mëllarë i thëjnë në veni. Për një natë, ka qitë katon në deri qëtje, 85 prella kanë shohë. Mushe me pyti, ku mujtë mi nëmru, o pistos o të rujtë shpijën, se kush për vjene, ma djekë, dishna rishna në luga, së në fleshna në shpijë. Veç koha kur ishtë qetë, me fletë me djallë me dritat fikne, që mos më pa dritat, që s'ka një këto dritat. Frika ishte e pranishme, por sipas tij edhe vendosmëria për të mos u tërhequr. Gjatë luftës, shumë të rinj nga Hasi ju bashkuan ushtrisë çmimtare të Kosovës. Disa prej tyre nuk u kthyen më. 16 o kujtja, janë atë për të se di. 16 djemë. 16, një nga ta e dhonë rënjame, dhe në kaletë. Dëshmori u që kësa? Po, edhe aja vra që ka vra. Mos kënjosht. Edhe vetë Mehmeti tregon se ka qenë pjesë e ushtrisë çmimtare të Kosovës. Kemi hemi një shatia të tonë, një mi veshët. Ke qenë me uqekën, ushtarë? Bra. Sa ko? Po, 2 vjetë. 2 vjetë? Po, 8, apo 9, dikur. 24 që shohë për që përfundaj. A ke marrë pjesë edhe kështu në gjatë luftimeve, apo? Ja, në front nuk kom hi. Po, ama, deri në shtabi qeshtë. Deri në shtabi qeshtë në hona. Qa bësh aty në shtab? Shtabi qeshtë ushtrin. Në bazë materiali që kishin ata, kur së gërë ke rruga që me hes, me shla ushtarë tjera të. Ishin civile o veshën ka. Mi kalu për kufini. Si rrugë. Po shka që vetia jam ja ka qenë, gjithë lëvizja në normal, po e rrugë nuk heshta. Heshta sot me hinë sonte që shto, njësë hinë shna nëj për qafë më larve me dalë. Se këtu u bëke rrugë, se bëhe shumë, u bëke rrugë dysheke, Serbe. Sot në moshën 75 vjeçare, Mehmeti ka ndjekur me vëmendje edhe procesin gjyqësor në Hag ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s. Valla i mirë kam po. Valla jam kanë me data 17. Po? Kanë Kosovë, populli që jam lejë për kras i këtyne liderve, bili muj më thonë që pse me zonë 5 diqja. A thu ki popull budalla është tonë ki, a thu ki popull shka njerës, masakrunë që po akuzohen të aksion. Po, se të njës në pjesë të thonë, të madhen me bat vogël me hase, a baja punë tash, po sa jemi lirë, sa jemi të punu, të jetu të lirë. Në oborrin e shtëpisë së tij, kur dikur strehoi familje të tëra refugjatësh, sot mbretëron qetësia. Por për Mehmet Muhadrin, kujtimet e vitit 1999 mbeten të gjalla si dëshmi e një kohë kur një fshat i vogël kufitar u bë pjesë e historisë së madhe të një kombi.